përshëndetje të gjithëve, i falenderojmë shumë që merrni pjesë në këtë takim së pari. Falenderojmë që të gjithë juve, duke nisur që nga pacientët pikë së pari, sepse zëri kryesor është zëri i pacientëve dhe ne pikërisht përfaqësojmë zërin e pacientit shqiptar, një zë që ka munguar gjithmonë, por ne tentojmë që ta fuqizojmë sa më shumë këtë zë. Është pikërisht kjo fushat që ne hapim sot, etë si unë hyrë në botën time. Në të djathtën time keni një rampë, po ta shikoni, kjo është një rampë e cila ka një pjerësi të ullët dhe mund të ecësh pak a shumë në mënyrë komode. Por janë qindra dhe mijëra persona në Shqipëri, të cilët nuk mund dalin dot nga shtëpitë e tyre sepse nuk ka një rampë. Dhe ka shumë pengesa nëpër trotuare. Dhe pikërisht, kur hyn në një shtëpi, duhet që të kesh akses. Kur hyn në ambientet e tua, kur hyn nëpër pallate, kur hyn nëpër institucione, kudo ku mund duhet hysh, duhet të kesh akses. Që të punosh, duhet të kesh akses, duhet të kesh mundësi që të shikosh. Prandaj ne nisëm me këtë rampë që ju shikoni nga djathta. Sepse kjo rampë nuk është thjesht një pjerësi. Një pjerësi 7% apo 10% ka shumë rëndësi për hapat të cilat ne i hedhim. Prandaj sensibilizimi, ndërgjegjësimi i popullatës, i politikbërësve, i ndërtuesve dhe i të gjithë faktorëve shoqëror është shumë i rëndësishëm për ne. Dhe të gjithë së bashku do të fillojmë me këtë ndërgjegjësim. Padyshim që nga një element tjetër shumë i rëndësishëm, një kolonë e jona janë edhe medikamentet. Medikamentet janë shumë të rëndësishme për këta pacientë me sklerozë multiple. Janë etike dhe duhet shtuar patjetër numri i medikamenteve dhe duhet shtuar dhe numri i trajtuarve, çka është shumë e rëndësishme për këtë diagnozë. Padyshim që një hap tjetër është që këta persona janë të padukshëm. Janë të padukshëm në shoqëri, janë që nuk kuptohen në shoqëri. Dhe për këtë arsye duhet që të gjithë bashkë të ndërgjegjësojmë shoqërinë dhe të kuptojnë që këta persona që duken në pamje të parë si në gjendje të mirë shëndetësore, në fakt kanë shumë problematika të cilat janë shpeshherë shumë të fshehta dhe ata të izoluar apo ato nuk mund të shfaqin ato shoqërisë. Dhe për këtë arsye ne do të jemi afër tyre. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është dhe rehabilitimi, që ne e kemi nisur tashmë këtë rrugëtim, që duam të ngrejmë qendra rehabilitimi aq sa të mundemi për personat me sklerozë multiple. Padyshim që një element tjetër është trajtimi psikologjik, aq shumë i munguar në sistemin tonë, që ne kemi punuar fort edhe me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, por dhe faktorë të tjerë që kjo të bëhet më fort dhe të ketë shërbim psikologjik. Unë ju falenderoj shumë që keni ardhur dhe uroj që të gjithë së bashku të ngrejmë një energji pozitive dhe të arrijmë që të bëjmë ndryshime pozitive që shërbejmë pikë së pari jetës së njerëzit, jetës së personave me sklerozë multiple. Ju falenderoj. Tanush, faleminderit shumë.